Ta ndjekim me vëmendje fjalën e Perëndisë vëllezër, sepse çdo gjë që është shkruar nga Perëndia është shkruar për ne. Prandaj është shumë e rëndësishme vëllezër që çdo fjalë që Zoti e ka shkruar për mua duhet të tregoj kujdes. E falenderojmë Perëndin. Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kini në mend gjërat që janë lart, jo ato që janë mbi tokë, sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndim. Kur të çfaqet Krishti, jeta jonë, atëherë dhe ju do të çfaqeni në lavdi bashkë me të. Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë. Kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e keqia dhe lakmit që janë i dujtari. Për këto gjëra, zemrimi i Perëndisë vjen përmbi bijtë e mosbindjes, midis të cilëve dikur ecët edhe ju kur ronit në tokë. Por tani iqni edhe ju të gjitha këto gjëra. Zemrim, zemrat, ligësi, e mos të dalë sharje e asnjë folur e pandershme nga goja juaj. Mos gënjeni njëri tjetrin, sepse ju e zhveshët njeriu e vjetër me veprat e tij, dhe veshët njeriu e ri, që për të rihet në njohurinë sipas shembullit të atij që e krijoi. Këtu nuk ka me grek dhe jud, rreth prerje dhe pa rreth prerje, barbare skithas, shërbëtore i lirë, por Krishti është gjithçka në të gjithë. Vishuni pra si të zgjedhur të Perëndisë, shëntorë dhe të dashur, me dëmshuri të brendshme, mirësi, përullësi, zemër butësi dhe me durimi. Duke duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin. Në qoftë se dikush ankohet kundër një tjetri dhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu bëni edhe ju. Dhe përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë. Dhe paqja e Perëndisë për të cilin ju u thirrët në një trup të vetëm, të mbretërojë në zemrat tuaja dhe jini mirënjohës. Fjala e Krishtit banoftë në ju me begatinë e vet, në çdo dituri. Mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar Zotit me hir në zemrat tuaja. Dhe çdo gjë që të bëni, me fjala me vepër, t'i bëni në emër të Zotit Jezus, duke e falenderuar Perëndin atë nëpërmjet tij. Amin. Bën një pyetje motra dhe vëllezër dhe thotë, nëse ju jeni ringjallë, që do të thotë motra vëllezër, aleluja, diçka duhet të ketë ndodhur më përpara se sa të ndodhë ringjallja. Çfarë duhet të bëjmë vëllezër, e pyetën Pjetrin? Kemi gabuar? Kemi mëkatuar? E kryqëzuam Jezus Krishtin? E blasfemuam motra dhe vëllezër? E goditëm me sjelljet tona, me veprat tona? Ka një zgjidhje.
Dhe fjala e Perëndis na mëson vëllezër, aleluja, pendohuni. Fjala pendim nuk është kaq e thjeshtë vëllezër, aleluja. Pendohem për të gjitha mëkatet. Fjala pendim do të thotë vëllezër, kur e kupton vërtet që është e domosdoshme të pendohem sepse kam gabuar, do të thotë kthesëm. Do të thotë të mos ecë më ashtu siç ecë nga më përpara. Të mos bëj më ato gjëra që bën nga më përpara. Dhe nëse vërtet njeriu pendohet, të falenderojmë Perëndin, atëherë motra dhe vëllezër, aleluja, fillon vepra e Perëndis në të. Ai njeri, thotë motra dhe vëllezër, ka vdekur. Është kthyer motra dhe vëllezër nga rruga. Ka vdekur për botën, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, dhe fryma e Perëndis vepron në të. Nëpërmjet fjalës të Perëndis që është fara që bie në këtë tokë, në këtë zemër, motra dhe vëllezër, fillon të bëjë vepër në njeriu. Kjo vepër, motra dhe vëllezër, që e bën fjala nëpërmjet frymës së shenjtë, është e dukshme. Bie në sy në të gjithë njerëzit, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Ka karakteristika ai njeri që është penduar. Ka karakteristika, vëllezër, një njeri i vdekur për botën. Janë shenja që duken, motra dhe vëllezër, aleluja, lavdi e emrit të Shenjtë. Prandaj Zoti thotë, ju thira, ju nuk jeni si bota. Ju jeni dritë në këtë botë. Njerëzit janë në errësirë, motra dhe vëllezër. Si ka ndodhur, motra dhe vëllezër, që ne jemi dritë? Sepse fjala e Perëndis ka vepruar nëpërmjet frymës së shenjtë dhe ka bërë vërtet një ndryshim në jetën time, një krijesë të re në jetën time, vëllezër. Kjo bie në sy në familjen time, kjo bie në sy në gruaja ime, në të afërmit e mi, në shoqërinë ku unë jam, në shkollë ku unë jam, vëllezër, sepse është një ndryshim total. Që thënë, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, në ligjin tuaj, thotë Jezus Krishti, sy për sy dhe edhe për dëm. Unë po ju them, thotë Zoti, ai që të godet nga njëra anë do t'i kthesh nga tjetra. Ky është një ndryshim shumë i madh, motra dhe vëllezër, aleluja, që është shumë e vështirë. Shumë e vështirë, vëllezër, aleluja, ta shohim, por kjo mund të ndodhë vetëm në një njeri që vërtet, motra dhe vëllezër, është penduar dhe e do Zotin me gjithë zemrën e tij, me gjithë shpirtin e tij, me gjithë qenien e tij. Dhe është gati të thotë amin në fjalën e Perëndis, motra dhe vëllezër. Ai që e do vërtet Zotin, vepron. E falenderojmë Zotin. Shumë njerëz më thresin Zot, Zot, thotë Zoti. Por ju të gjithë, motra dhe vëllezër, do hyjnë në mbretërinë e Perëndis. Në mbretërinë e Perëndis do të hyjnë ata që e vënë në praktikë fjalën e Perëndis. Jo ata që e dinë fjalën e Perëndis, vëllezër, aleluja. Përsëri ka shumë që e dinë fjalën e Perëndis. Por ata që e vënë në praktikë, që ecin, motra dhe vëllezër, sipas vullnetit të Perëndis, që ecin në rrugën që Jezus Krishti api për ne, motra dhe vëllezër. Dhe na dha një shembull të gjithëve ne, shembull, si biri Perëndis, na dha një shembull që ne duhet të ecim në këtë rrugë, motra dhe vëllezër. Dhe kur e shanin, kur e fyenin, motra dhe vëllezër, aleluja, kur e godisnin, kur e tallnin, ai thoshte, falju atë, sepse nuk din çfarë. E dini kush ishte Jezus Krishti, vëllezër? Shumë njerëz thoshin është biri i Jozefit. Maragozi, motra dhe vëllezër, aleluja, lavdi e emrit të Shenjtë. Por Jezus Krishti ishte që në fillim fjala, motra dhe vëllezër, aleluja, që krijoi gjithçka që ne shohim. Ky ishte Jezus Krishti që erdhi dhe u porul dhe u bë njeri, motra dhe vëllezër, aleluja, lavdi e emrit të Shenjtë, që të na kuptojë të gjithëve ne. Që të heqë mëkatin ton nga të gjithë ata që e duan vërtet Perëndin.
Dhe nëse thot, ju jeni ringjallur vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, me Krishtin, kërkoni ato që janë lartë. Çfarë kërkojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, kur vim në lutjet tona? Sepse po ta njohim fjalën e Perëndisë, Zoti na thot, motra dhe vëllezër, shikoni zogët e qiellit, as mbjellin, as korin, as punojnë, motra dhe vëllezër, aleluja, por Perëndia ju ushqen. Nuk ju mungon asgjë, vëllezër, aleluja. Lavdërojnë Perëndinë. Sa më shumë Zoti do t'ju japë juve, thotë Zoti, bijve të Perëndisë, vëllezër, falenderojmë Perëndin. Nëse ne vërtet, vëllezër, aleluja, vim dhe kërkojmë gjërat që janë lartë. Cilat, motra dhe vëllezër, janë lartë? Vullneti i Perëndisë në jetën e tij. Amen. Asnjëri nuk e di, motra dhe vëllezër, aleluja. Vullneti i Perëndisë është shumë i madh për çdo njeri nga ne. Çdo njeri nga ne të ketë jetë të përjashme. Ky është vullneti i Perëndisë. U krijua njeriu që të jetojë përjetësisht në praninë e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Ky është qëllimi i Perëndisë dhe sot ta kthej njeriu në përjetësi, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse është krijesa më e dashur që bëri njeriu, që bëri Perëndia, motra dhe vëllezër. E falenderojmë. Për të gjitha të tjerat që ne shohim, u tha fjala dhe u bë gjithçka. Kurse për njeriu, motra dhe vëllezër, tha, ta bëjmë njeriu sipas shëmbëtyrës tonë. Imagjinoni, motra dhe vëllezër, aleluja, Perëndia e bëri njeriu sipas shëmbëtyrës së vet. Për çfarë? Për të humbur 70 apo 100 vjet dhe të humbur? Jo, motra dhe vëllezër, aleluja, të jetojë përjetësisht. Dhe erdhi, motra dhe vëllezër, aleluja, me këtë flijim të madh të Jezus Krishtit, të na bashkojë këtë marrëdhënie që ne e humbëm, motra dhe vëllezër, me Perëndinë. Me një flijim të madh, motra dhe vëllezër, nga ti emri. Dhe pikërisht kjo ndodh në çdo njeri që e do vërtet Zotin. Ndodh një ndryshim shumë i madh, motra dhe vëllezër. Edhe ligji kështu ishte, të duash Perëndinë me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde. Por ishte, duash të afërmin për si vetë vete. E ne thjesht vetëm e dim për mendës, vëllezër. Por që të duam të afërmin si veten tonë, është shumë e vështirë, motra dhe vëllezër, që ta kujtojmë. Duam të afërmin, sepse të gjithë e dimë kush është i afërmi. Dhe i afërmi ynë është ai që ka nevojë, vëllezër. Jo njerëzit tanë. Jo njerëzit e familjes tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, por ai njeri që ka nevojë. Të kërkoni gjërat që janë lartë, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Gjërat që janë në qiell. Kur të luteni, tha Jezus Krishti, dhe i mësoi dishepujt, motra dhe vëllezër, aleluja. Thoni, atë u bëftë vullneti yt si në qiell dhe mbi dhe. U bëftë vullneti yt, o atë. Është ati ynë në vërtet, motra dhe vëllezër, ati ynë qiellor. Nëse është ati ynë qiellor dhe ne jemi të bindur, motra dhe vëllezër, që kam një atë të plot fuqishëm, kush mundet, motra dhe vëllezër, t'ju bëj keq bijve të Perëndisë? Kush mundet, motra dhe vëllezër, ta ndar me bijtë e Perëndisë? E falenderojmë Perëndin. Kur thot Zoti nuk kam për t'ju braktisur? E falenderojmë Perëndin. Çdo gjë që ndodh në jetën tonë, vëllezër, është për lavdi të Perëndisë. Në burg dhe i këndon Perëndisë, kishte kuptuar apostulli Paul, motra dhe vëllezër, aleluja, cili është vullneti i Perëndisë. Se sa shumë do të vuaj për emrin tim. E kam thirrur se sa shumë do të vuaj për emrin tim. Dhe do shpallë emrin tim deri në Romë. Ka që thjesht ishte të shkonje në Romë, në Cezare, përmes dhimbjes dhe vuajtjes nga ti emri të shajtë. Ka një plan Perëndia me çdo njeri nga ne, vëllezër, aleluja, falenderojmë Perëndin.
Ky është gëzimi ynë. Jam thirrur nga Perëndia që të bëhet vullneti i Perëndis në jetën time. Zot, ati im u bëft vullneti yt si në qiell dhe në tokë. E falenderojmë Perëndin. Bukën tonë të përditshme fal nga Zoti. Shikoni me vëmendje, kur thotë bukën e përditshme, thotë pastaj fal nga mëkatet tona, apo jo? Por bukën e përditshme, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin, është më përpara. Që do të thotë, Zoti di shumë mirë, motra dhe vëllezër, nevojat e çdo njerit prej nesh. E falenderojmë Perëndin. Prandaj duhet të kemi gëzim në zemrat tona, sepse vetë Zoti, motra dhe vëllezër, do të kujdeset për nevojat e çdo njerit. E falenderojmë Perëndin. Mos harroni vëllezër, kur erdhëm në fillim të besimit, nuk ishim kështu si jemi tani. Nuk kishim këto që kemi tani. E përsëri, motra dhe vëllezër, aleluja, ishim në dashurinë e Perëndis. Adhuronim Perëndin, motra dhe vëllezër, dhe falenderoj Zotin. E di si na thoshin aty në Korçë kur mblidheshim në shtëpi dhe ishte gjithë malla, gjithë rruga atje, që dëgjonin kur ne adhuronim Zotin atje. E janë ca njerëz që janë mbledhur dhe qajnë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe nuk harreni do të kuptoni çdo të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, kjo e qarë që dilte nga shpirti. Nuk harreni do të kuptoni, motra dhe vëllezër, por është një kishë që qarë. Po të prekë, motra ime, Zoti, dhe të vijë të thotë, të dua, bia ime, biri im. A nuk mundet, motra dhe vëllezër, njeriu të qajë? A nuk mundet, motra dhe vëllezër, sepse e sheh veten kush e thiri, motra dhe vëllezër, dhe e sheh veten ku është. Zoti i plot fuqishëm të vijë të thotë, bia ime, biri im, të dua. A mundet, motra dhe vëllezër, të rezistojë njeriu? E falenderojmë Perëndin. Është jetë, motra dhe vëllezër, e qara. Është jetë, vëllezër, aleluja, kur një fëmijë lind, nëse nuk qan, nuk është mirë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur qan, thonë, po është në rregull fëmia, lavdi e emrit të shenjtë. Këtë vepër bën Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Kini në mend gjërat që janë lartë. Jo ato që janë mbi tokë. Kini në mend gjërat që janë lartë. Jo gjërat që shohim, motra dhe vëllezër, aleluja. Të gjitha të tjera do t'ju jepen shtesë, thotë Zoti. Nuk do na lërë Zoti asnjëherë, nuk do na praktikë Zoti, vëllezër, aleluja. Nëse ne do të duam të bëhet vullneti i Perëndis në jetën tonë. Nëse ne do të duam të qëndrojmë në praninë e Perëndis, të adhurojmë Perëndin, të jemi gjithmonë bashkë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo ishte kisha e parë, kisha e shenjtë, kisha e Perëndisë, ku njerëzit druheshin të afroheshin, motra dhe vëllezër. Pse? Sepse dora e Zotit ishte fuqishëm dhe vepronte në ta. Çfarë kishin ata karakteristika, motra dhe vëllezër? Të shkëputur nga bota, adhuronin Perëndinë, çdo gjë e kishin të përbashkët, ishin si një familje, 3000 veta, të gjithë bashkë, një mendje, një frymë, motra dhe vëllezër, midis tyre bëheshin shenja dhe mrekulli të mëdha. E falenderojmë Perëndin. Një mendje, një frymë, adhuronin Perëndinë. Amin, aleluja. Që të Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Por, i ligu do diçka tjetër, vëllezër. Në kishën e Perëndisë, vëllezër, aleluja, janë gjithmonë probleme të tilla. Gjithmonë do të ketë probleme, vëllezër, të shajtë, sepse është një luftë. Është përditje, kisha e Perëndisë përditjet, vëllezër, aleluja, do të fyet, do të shajtë. Nuk do jetë gjithmonë do të përdallehemi, motra dhe vëllezër, jo. Ne përdallehemi në frymën e Perëndisë, duke bërë vullnetin e Perëndisë. Kur na shajnë, na fyen, ne themi falenderit Zot, vullneti yt të bëhet Zot, aleluja. Ky është vullneti i Perëndisë. Lavdi e emrit të shenjtë. Nuk është të shikojmë gjërat, motra dhe vëllezër, gur mbi gur, tha Zoti, nuk ka për të mbetur nga të gjitha këto që shikojmë. Duhet të na tërheqë, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk kemi qenë në këtë botë, nuk e dimë, motra dhe vëllezër, se si shpirti ynë thirriste Zot kur ishim në botë.
Kur shpirti ynë në vuan të motra dhe vlezër kur ishim në botë, lavdi emri të shenjtë. Dhe Zoti erdhi popija i me birin, të dua tha. Dhe erdhi në pastroj, në shimtëroj motra dhe vlezër, o që më katin tonë, në beri bi të Perëndisë. Çfarë duhet të shikoj tani më për jashtë atë vlezër, aleluja? Tash do të shikojmë drejt qiellit, vlezër, lavdi emri të shenjtë. Zoti po vjen, e falenderojmë Perëndin. Aleluja. Ju keni vdekur dhe jeta juaj është fshehur bashkë me Krishtin në Perëndi. Ju keni vdekur, thot motra dhe vlezër, aleluja. Për cilat gjëra kemi vdekur? Për gjërat që shohim. Nuk na tërheqin më motra dhe vlezër, lavdi emri të shenjtë. Por çfarë? Adhurojmë Perëndin, presim Zotin tonë dhe ndrin motra dhe vlezër që të vijë të na marrë. Këtë presim të gjithë. Kjo është dhe ajo rrugë që ne vijmë motra dhe vlezër dhe jemi gjithmonë bashkë. Falenderojmë Perëndin. Presim të vijë Zoti motra dhe vlezër, aleluja. Kur të shfaqet Krishti jeta jonë, atëherë dhe ju do të shfaqeni në lavdi bashkë me te. Kur të vijë Zoti, gjithë njerëzit motra dhe vlezër do shohin se si do të shfaqemi ne motra dhe vlezër në lavdi bashkë me te. Do jemi, thot në gjoni motra dhe vlezër, të ngjashëm me te. Kur të vijë ai jeta jonë motra dhe vlezër, lavdi Zotit. E falenderojmë Perëndin. Kjo është vepra që do të bëjë Zoti me gjithë secilin prej nesh. Bëni pra që të vdesin gjymtyrët tuaja që janë mbi tokë. Kurvërinë, ndyrësinë, pasionet, dëshirat e këqija dhe lakmitë që janë i dhujtari. Për këto gjëra, zemrimi i Perëndisë vjen për mbi bitë mosbindje. Këto gjëra nuk duhet të jenë, thotë motra dhe vlezër, aleluja, në ne. E falenderojmë Perëndin. Midis të cilëve ecët dikur kur ronit në to, por tani edhe ju hiqni, thot, të gjitha këto gjëra. Zemrimin, zemratë, ligësi, e të mos dalë sharje e asnjë e folur e pandershme nga goja ju. Mos gënjeni njëri tjetër, sepse ju e zhveshët njeriu e vjetër me veprat e tij, dhe veshët njeriu e ri që për të rihet në njohurinë sipas shembullit të atij që e krijoi. E zhveshëm njeriu e vjetër, motra dhe vlezër, aleluja. Kur pranoam Jezus Krishtin, atë që do të bëjmë motra sot, lavdi e emrit të shenjtë, çfarë ndodhi vlezër, lavdi i Zotit? E zhveshëm njeriu e vjetër. Vdiq njeriu i vjetër, motra dhe vlezër, lavdi e emrit të shenjtë. Dhe çfarë do të veshim? Do ta lëmë atje motra dhe vlezër, falenderojmë Perëndinë, trupin me dëshirat, me gjithçka, dhe kur të dalim që ande, do të dalë një krijesë tjetër motra dhe vlezër, aleluja. Një krijesë që e do Perëndinë, një krijesë që do të bëhet vullneti i Perëndisë, që do të veshë Krishtin motra dhe vlezër, aleluja, lavdi emri. Veshja jonë është Krishti, lavdi i Zotit. Lavdi i Zotit, vlezër, e falenderojmë Perëndinë. Prandaj, si të zgjedhur të Perëndisë, vishni thotë shintorët e të dashur, vishuni me dëmshuri të brendshme, mirësinë, përullësinë, zemërbutësinë dhe me durimin, duke e duruar njëri tjetrin dhe duke falur njëri tjetrin, nëse dikush ankohet kundër një tjetrit. Dhe si kundër Krishti ju ka falur, ashtu të bëni edhe ju. Dhe përmbi të gjitha këto gjëra, vishni dashurinë që është lidhja e përsosmërisë. Vishni dashurinë. Dashuria nuk i bën keq asnjëri. T'ju lexoj dhe diçka, motra dhe vlezër, për dashurinë dhe do ta mbyll, sepse do të kemi dhe pagëzimin për se të marrim nga trupi dhe gjaku i Krishtit. Po lexoj në kapitullin e 13 në Korintasit, është vargu 4. Dashuria është e durueshme, plot mirësi,
Dashuria nuk ka të smirë. Nuk vën në dukje. Nuk krekoset, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk sillet në mënyrë të pajishme. Nuk kërkon të sajat. Nuk pezmatohet. Nuk dyshon për keq. Nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Dashuria nuk ligështohet kur. Vishuni tot motra dhe vëllezër në përbi të gjitha me dashurinë, që është lidhja e përsosmërisë. Që të jemi vërtet motra dhe vëllezër, aleluja, të përsosur, duhet gjithë secili të shikojë dashurinë, sepse nga dashuria që do të kemi për njëri tjetrin, thot Zoti, do të dallohemi që jemi bijë të Perëndisë. E vetmja gjë që do të na dallojë motra dhe vëllezër që jemi bijë të Perëndisë është dashuria që do të kemi për njëri tjetrin. E falenderoj. Zot ta begoj këtë fjalë vëllezër, aleluja, dhe tani do doja që t'i lej fjalën vëlla Andoni të na sjellë diçka sa i përket pagëzimit motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe do të përgatitet motra për të pagëzuar nga emri të shehtë.